Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Do bëjmë një mesazh për ju, apo siç e quajt, apo pyetjen që bëra duke i përzyer letrat, një vërtet e Bricjapit. Dhe cila është vërteta e juaj, të dashur Bricjap? Mundësitë. Shikoni, këtu është një shqiponjë që është duke fluturuar lart me një peizazh malor në një qiell të zjarrt. Dielli lind apo perëndon, por pamja është madhështore, apo jo? Shqiponja nuk e sheh vetëm një rrugë, sikur që jeni duke parë ju tani, dhe jeni të kufizuar. Ajo sheh gjithë territorin. Kjo letër flet për një ngritje të mbrëmshme që sjell qartësi dhe perspektivë. Tani nuk je më në tokë, të zënë me detaje të vogla apo të ngushtë në një rrugë. Kjo është e vetmja mundësi, kjo është e vetmja mënyrë. Jo, të dashur Bricjapër. Kjo është një letër që sjell qartësi dhe perspektivë dhe absolutisht mundësi. Po e sheh nga lart dhe po kupton se mundësitë janë shumë më të gjera, shumë më të mëdha se ç'keni menduar. Kjo letër të kujton se çdo bllokim është vetëm një pikë këndvështrimi, kur ngrihesh në vetdije, kur ndryshon pozicionin e mbrëmshëm, realiteti ndryshon bashkë me ty. Mos u kap, të dashur Bricjapër, pas rrugëve që duken se s'po funksionojnë. Hap vetëm për diçka që ende se ke menduar, ende se ke provuar. Mundësitë absolutisht nuk mungojnë. Ndonjëherë thjesht duhet të pushosh, të ngrihesh më lart dhe të shohësh më qartë, siç po shikon kjo shqiponjë, që do të thotë: mos thoni nuk e bëj dot më, nuk ka zgjidhje, nuk ka mundësi. Aty janë mundësitë, por duhet të shikoni, siç është ngritur kjo shqiponjë, më larg, më afër, më lart, më andej, më këtej, për t'i parë mundësitë. Aty janë, nga që vërtet aty janë.